Përshëndetje të dashur miq. Sot do të përgatis risotto me kungull. Atëherë për këtë recetë, si fillim do fillojmë me ujin që ne do përdorim për risotton. Tek uji do shtojmë perime, atë në një tenxhere do shtojmë ujë dhe do shtojmë perimet që ne vendosim të përdorim. Unë kam përdorur gjysmë qep, një kungull dhe 2 karota të vogla. Këto janë perimet që unë kam përdorur, por mund të përdorni çdo lloj perime që ju keni qef ose që dëshironi. Pa problem, thjesht rëndësi ka që të ketë perime ose ndoshta mund të përdorni lëng pule, lëng mishi, është sipas dëshirës. Kemi shtuar perimet, kemi vënë ujë në zjarr dhe për pjesën tjetër të risottos kemi 400 gram oriz, kam 2 kunguj, i kam prerë holl, mund t'i prisni në kubik sipas dëshirës, si të keni dëshirë juve, në shita të holla. Atë 400 gram oriz, 2 kungull, kam 100 gram djath kaçkavall, kam 100 ml verë të bardhë, kam gjysmë qep të grirë holl, kam një lugë me gjalpë që do ta shtojmë në fund, krip, piper dhe vaj ulliri që do skuqim si fillim qepën. Këto janë përbërësit, kem vendosur ujin me perime që të filloj dhe të marri val të ziejë të jetë ngrohtë dhe do filloj me përgatitjen e risottos. Kam vendosur ujin me perimet në zjarr, ndërkohë që ato do marrin val, neve fillojmë me përgatitjen e risottos. Si fillim kemi shtuar vaj në tigan, por mund të përdorni edhe gjalp që në fillim, por unë e lash ta përdor gjalpin në fund. Kam shtuar vaj dhe do fillojmë dhe do skuqim avash qepët. Kur qepa fillon dhe merr pak ngjyrë, sepse nuk duam që ta djegim fare, do shtojmë kungullin. Të njëjtën gjë do bëjmë dhe kungullin. Me kungullin avash ta kalojmë në tigan, por gjithmonë pa e djegur. Atë kemi shtuar qepën, kungullin dhe do shtojmë edhe orizin. Ta përzirim avash, nuk duam ta skuqim orizin, por tham siç kaluam nga pak edhe qepën dhe kungullin, do veprojmë edhe me orizin. Si kemi kaluar për pak në tigan edhe orizin, do shtojmë verën. Do ta lëmë sa ta avulloj vera. Do të shtojmë krip dhe piper. Do të shtojmë kripën, por nuk do të shtojmë shumë. Në fund e provojmë prape. Një lugë e pak çaj shtova me krip, edhe pak piper. Dhe në fund, përpara se ta përfundoni, mund ta provoni përsëri nëse ka nevojë për pak krip. Dhe për t'ia hequr nuk ja heqim dot, por nëse shtojmë shumë se heqim dot kripin. Prandaj shtojmë më mirë pak dhe e provojmë. Pasi ka avulluar vera, do fillojmë dhe do shtojmë ujin. Ujin e kemi thamë me perime, kemi vendosur të ziejë bashkë me perime. Si fillim do shtojmë ujë sa të mbulohet mirë orizi. Dhe një të trazuar. Dhe do ta lëmë që të ziejë. Në momentin që do pi ujin e parë dhe pastaj do fillojmë dhe do shtojmë avash me garush dhe ujë, derisa të ketë nevojë orizi. Në momentin që ta shikojmë që risotto e ka pirë orizi, ka pirë ujin e parë që shtuam, atëherë avash me garush dhe do fillojmë dhe do shtojmë ujë përsëri. Nuk do ta lëmë që të na zëj poshtë apo të digjet, do ta trazojmë her pas here dhe do ta kontrollojmë. Ka momenti që ka nevojë për ujë, sepse akoma nuk është zirë, do vazhdojmë dhe do shtojmë ujë. Ujë nuk do ta lëmë që të naftohet. Mbajini në gradacion të ulët në sopë që mos të ftohet.
ose nxeheni shumë mirë dhe pastaj mund ta fikni sopën. Por që jo nuk e do ujin e ftohtë. Orizi ka pirë përsëri ujin, her pas here mund ta provoni dhe ta shikoni ashtu si dëshironi juve. Që mos të bëhet as shumë i qullët, po as shumë i thakë. Dhe shtojmë ujë dhe trazojmë. Gjerë momenti që të shikojmë që orizi jonë është në rregull. Risotton e kam drejt përfundimit, i kam shtuar disa herë ujë. E kam provuar orizin, është shumë në rregull. E provova për krip. Aq krip sa i shtova është mëse e mjaftueshme dhe piperi mjafton, i ka dhënë një shije shumë të mirë. Do shtojmë gjalpin, e trazojmë që ta ndihmojmë të shkrihet nga nxehtësia e risottos. Ta shikojmë që po shkrin gjalpi, avash do shtojmë edhe djathtin. Dhe risotto jonë është gati. Risotto ka përfunduar. Japim një trazim të fundit. Të përzihet djathi dhe gjalpi gjithandej. Dhe e kemi gati ta shërbejmë. Risottoa me kungull ka përfunduar, vërtet është shumë e thjeshtë, por ama del shumë e shijshme. Provojeni se ka për t'ju pëlqyer shumë. Ju bëf të mirë, miq të dashur.